5 histori të vërteta pas logove të studios Hollywoodit. Përshëndetje të gjithëve. Kur jemi në kinema ose në shtëpi duke parë filma, zakonisht duhet të kalojmë hapjen me logon e kinostudios. Këto logo kanë një histori shumë interesante pas tyre, por pothuajse askush nuk e ka menduar ndonjëherë se si janë bërë ato. Për shembull, a e dini se çfarë mali përshkruan logoje Paramount? Sa hyjere thojnë atë? Pse janë atje? Çfarë është me kështjellën Walt Disney? Se djali po peshkon në logon e DreamWorks? Jeni të intriguar tashmë? Pastaj reagoni ndërsa ne ju tregojmë historinë e logove më të famshme të studiove. Le të fillojmë. DreamWorks. Një ditë, në vitin 1994, 3 njerëz të shkëlqyer u bashkuan. Regjisori Steven Spielberg, drejtori Disney Jeffrey Katzenberg dhe producenti muzikor David Geffen. Ata vendosën të krijonin një studio të re filmi që tani njihet si DreamWorks. Ne e lidhim emrin e kompanisë me djalin e peshkimit në logo, atë që ulet në ënë. Por ideja origjinale ishte në fakt pak më ndryshe. Fillimisht ata po kërkonin një imazh të krijuar nga kompjuteri të një njeriu që peshkonte nga hëna. Por artisti i efekteve vizuale, Dennis Muren, i cili në atë kohë punonte së bashku me Spielberg, këmbguli që ta bënte logon me dorë. Kështu ata i kërkuan